E vetmja fe për mua është muzika. My God plays rock and roll. Zoti im luan rock and roll. Nëpërmjet artit, ne rebelohemi duke thënë mesazhet tona. Kur perëndon dikush, kur fëmia vet shikon shkëlqimin e vet të dikush, nuk i kam dërhyrë ndonjëherë te baketa e dirigjent Dadit, e kam adhuruar për atë gjë që ai bënte. Jeta e artistit është shumë e alternuar me njerëz, me situata, me vese. Muzika është në depresion, muzika është një hobi tashmë, nuk është një profesion. Në Shqipëri, fatkeqësisht, me artin nuk merren seriozisht. 90% e këngëtarëve nuk duan të këndojnë tallava, nuk duan të këndojnë folk vulgar. Eldon Deda, këtë të premte në Temp me Suela Demirin.